pa asgjë, vetëm kur u mbushën shkallët me tym, po e shikonin, po nuk dolëm jashtë, për arsye sepse thamë nga kush e ka vënë këtë zjarr. Të zjarja po s'ka vënë i zoti i shtëpisë, që vinte banonte tani kohët e fundit, se atë shtëpi e kishte dëshuar me qira. Ajo familje që janë në këta të dy burrë e grua, nuk bëjnë gjëra të tilla. Këtë kohë që ka ardhur, pi, shtrihet, vjedh, çfarë s'bën. Edhe tash arriti këtë punë që po më dëgjoni mua që po flas, vetë pi, se nga pi para ne tia, ne nuk dim gjë. Po ne nuk na fliste unë, si zonjë, i fliste mirë dita. Se më flet domethënë. Kush e di çfarë mendim e kishte, sepse ai duket ishte një çik si Komshinët thanë që dje kishte tentuar t'i vendoste zjarrin në shtëpisë. Se di brenda nuk e. Pikerina ju kishte vënë Brenda. Si? Pikerina ju kishte vënë zjarri, lajmëruar e me proftasi të qiraj, e proftasi dhe e sholtën, do me thënë nuk ben. Kurse sot ja vuri tamam. Kush e vuri? Kronari që i yrjes. Ky që Zoti i shtëpisë. Ky ishte i zoti i shtëpisë. Kishte lëshuar këtë me qira. Të banda me qira. Me qira. Edhe këta të dy janë njerëz të përsosur. Kurse ai vinte i pirë, ka qarë kokën, e kanë marrë në urgjencë, e kanë likuar, e kanë cellë. Ka 2-3 ditë që me fashon kokë. Po jetonin në një shtëpi edhe Në një hyrje ishin. Ky Qiraxhiu kishte dhomë e kuzhinë, ajo kishte dhomën. Këtë dhomë këteja që doli zjarri. Kurse Qiraxhiu ka për matanë, ky e kishte këteja. Edhe kur Shiko që jetonin bashkë apo? Jo, këtë kohën e fundit ka ardhur ky. ja dy muaj. Kohën e fundit ka